Çmimet si mas tekeve të veta i hypin këtë. Nuk ka veç një çmim këtu. Këtë si mas tekeve të veta çmimet. Jetë me shtirë, ose moj men para se 89 vjet I kam. Para 70 vjeta, tepër diçka moj men u konë, po dhe më krizë, lufte, kam vetë që atër 41 e 2, edhe që tashti. Edhe unë e blej për vetë, edhe unë do të më humor. Që unë 10-15 cent kili fitoj, heq ma shumë, mas 1 cent. Se këta ju në bon pasanik, krejt. Këtë pasanik ju në bon. Njën unë shteti u e për subvencionin, tjetër unë I hypin çmimet sa duen, tjetër unë shteti u e për kroje, fukaraja marën. 2 euro 1 kg patlıcan me bashkit njëri shashit 100 kg, tash me 20 kg. Çmimi I specave është bë sa çmimi I mishit. A I dini se disa produkte janë bërë edhe më të shtrenjta se sa në Gjermani, ku pothuajse 1 kilogram speca po kushton deri në 4-5 euro. Dërsa tani ne po I pyesim tregtarët si dhe qytetarët në lidhje me këto çmime dhe të shohim se çfarë ata po na thonë. A kishim mujt me na tregu pak sa po shkojnë kilogrami specave dhe I domateve? Po domatet janë 2 euro kila, specat janë djeksisht 4 euro, pa djeksisht 2,5. Apo ju duken qytetarëve këto çmime të larta, apo ankohen? Po që ka ankesa shumë, se çmimet janë shtrajtë, se këta malë vjen pe jashtit nuk ka prodhim tonin, edhe për arsye është pak më shtrejtë. Po a pritet ndonjë lirem apo shtrejtjem akoma I këtyre çmimeve? Po çdo herë që të konë çmimi shtrajtë. Domthonë janari, shkurti, marsi, tash në prill fillon më liru çmimet, besoj që lirohen shpejt. Apo na tregon sa po kushton kilogrami I këtyre specave edhe I 2 euro domateve? gjysmë speci, 2 euro domatet. Apo ankon qytetarët në lidhje Po me këto vallaj, çmime? ankohet se shumë shtrejt është. Shumë shtrejt është. Shtrejt është. A pritet na I lirem ose shtrejtjemi këtyne? Këtu, a motër, na I blejmë. Nuk vorën për neve këtu. Une më konë cent 50 cent e shes. Që në ashtu 80 cent 15, s'kom kilograma shumë për veti. Ama çmimet janë katastrofë, për kemi bo. Shtrejt është, vallaj shtrejt. Edhe unë e blej për veti, edhe unë do të më humor. Që unë 10-15 cent kili fitoj, heq ma shumë, mas 1 cent. Ama 3 euro, 2 euro gjysmë 1 kil speca, 2 euro 1 kil patlıgjona. Nuk ka lirë. Lirës është. Për që kemi bo, nuk më varet për mirë, më konë sërë në 50 cent e 6 kilo. Shes ma shumë bile. Bini 6 fitoj diçka. Po, valla, shes ma shumë. 70 cent I fitoj 1 kilo. 2 euro 1 kg patlıcan me bashkit njëri shashit 100 kg, tash me 20 kg. Po për shembull çmimet e trongujve. Trongët e kanë 3 kg njëra, tash është 1 euro gjysmë kilogrami. Çmimet më na ndërdi ku shkojnë. 200 euro benzia, 215 euro, a 1 kg molla 1,20. Soni përballa heq më së pas 1 pejt I kohaj. Ka shansë me përballua, sidomos na pleqt. Ilaçe që ka morëm, smujet për ditë, që u kumpon operacion, që tar 2000 diçka e për më kushtu operacion. Jetë me shtirë, ose moj men para se 89 vjet I kam. Para 70 vjeta, tepër diçka moj men u konë, po dhe më krizë, lufte, kam vetë që atër 41 e 2, edhe që tashti. Për dikon, jo veç për ne dikon, po dhe më pleshën I, ma shtirë ty bëndio ka shumë më konë. E di që që dalu, e di për faqe zezë, për kja me të më nëshe, që është muja më nëshe, jo. Do me cikruën, me doruën, me I mata në më nëshe. Për kema mu? Po, në krasim e sezonët, tash është sezon dimërore, normal të nuk jenë sezonës, është e natyrshme që kushtoj ma shtrejt, më në gjithë konë. Për nërë që kur jenë temperimet sezonës e jenë shtrejt atëherë, nuk është edhe, nuk është arsyshme. Po tani këta që nuk jenë sezonës, me thonë drejtë nuk jenë edhe të shëndetshme, që e kemi bo kështu si shprehimi I blej, për nërë që unë për vete nuk më galitit që janë ose shëndetshme, pa I blej. Kër e shqyqojmë standardin e kemi gjithë një ma të lartë. Na mund të themi që janë shtrejtë janë, por kër e shqyqojmë standardin, si kemi qenë ma herat, kemi tash blerit janë më të mëdhaja, lëvizit janë më të mëdhaja, për shembull nuk për kafe shkojmë ma shumë, kemi standard më të lartë, dhe gjithë ankohemi. Nuk e dija janë të importet apo janë shumë të larta, pa përballueshme. Ama duhet me furnizue. Po normalisht jeta ashtu vazhduo mirë, po konsumi është shumë në çmime të larta. Sa po është kjo e vështirë për juve? Unë personalisht me familje jam bojë mon. Qysh më duket
Tukun normale nuk janë, po të shkanë deri ku të shkanë. Këta kanë qua krye kejt zinginat kanë qua krye. Këqëne që kanë bon Prishtinën, këqëne që kanë bon tregun, e kanë mshil me komba, e kanë mshil me kira, e kanë mshil me kolica, e kanë mshil me gur, e kanë mshil me tulni loj, e kanë bon këtë pazar, si kur pazar i viteve 70, si kur shtetet skandinave. Tregu, maj, po, këqëne me ndërtime që kanë bon, a u mush qenë, a ndërtime, e kanë mujua Prishtinën si kur në pyka, zinginat rrinë në për zyre, në për hotele, në për faqet zeza rrinë. A sot e kanë bon Kosovën, në tonë në onë të kanë bon për zi e ma për zi. Dalë në thujnë rritë nëjë rrogat, për që kam ju rritë rrogat, do të mi u zvëgluar rrogat atyne. Zinginat se të kanë rrogë Kosovën, rëncat, mashtrues, hajnat, lëpovat. Ditë, këqëne që se kanë ujua kejtë rrugë, i kanë ujua në të nënë, me sheshe, me kejtë, dolin, këqëne trafiku urban, e kom një përësi, këqëne që se kanë montra, kejtë ma shumë banë, badi havgji, i kanë golfat, autobus, me njëherë le t'jepin dërheqë ata gjenë, le të suspendohen, le të shkarkohen, ma mirë pa ta se me ta, që 26 vjetë, gjdo vit ma zi e ma përzi, gjdo vit ma zi e ma faqezi. Faqezit sëd e kanë kopë Kosovën dorë. Amelgjit e kanë kopë sëd Kosovën dorë. Turp duhet më orë që ka i kanë bon sëd Prishtinë, që ka i kanë bon Kosovë, që ka jenë të bon matrapast edhe rrogasht, rëncat edhe mashtruust. Letë jepin dërheqe, letë suspendur, dalin para zgjedhjeve, mojnë premtojnë. Kur që të hypin, të në dëzezat për pashpine i realizojnë. Gjinë ma të pështër, ma indiota që 25 vjetë, si cila qeveri, si cili kryetar kuvendi, si cili kuvend komunal, ma i zi se tjetëri. Turp do të më orë, qësh mu juhet kështu qyteti, qësh mu juhet kështu Prishtina, qësh mu bëhet gjithë këndërtim vene pa vene, qësh mu shë të qenë Prishtina, a qesin gajbe, a qesin gur, a qesin, qka u vjen kuti e qesin së të Kosovë. Këtu as ka damaqin, as ka kryetor, këta veç për faqet zezjon, për interesat veta, për personalitetet veta, mu vazit në gjipa ma të shtrajtit në për hotele, ka dërnë me shkue në për luksuse, qak prit me pejtyne, dit e ma zi, dit e ma përzi, e ma faqezi. Në havo, i mojnë, ma në pënd të gjujnë burlak, sa s'ki me qaj blinë. A më falë, po apo mëni me ja dojnë bëmë Kur me qysh? qëshmime? Qëshini të i përbalu? Kur qysh, jemi të nejtë, po shumë i blejmë, mës po shumë si blejmë. Shumë qarta. Për standardin tonë janë shumë qarta. Nëse unë i delë, du të me mëndu dhe për tjetin që nuk ka. Sa po është e vështirë kjo për juve? Po e vështirë bëllë, pensionet e vogla, pensionere, qka më bëllë tjetër?